Altin Doci, një personazh I njohur I botës së krimit, është arratisur këtë të martë nga shërbimet e burgut të Durrësit, teksa ndodhej I shtruar në pavionin e infektivit. Siç bëri me dije vetë drejtoria e burgjeve në një njoftim paraprak për mediat, Doci ishte I dërguar në infektiven e spitalit pasi kishte shfaqur probleme shëndetësore, ndërsa vijojnë kërkimet për kapjen e tij. Dyshimet paraprake janë se I burgosuri të jetë larguar drejt zonës së spitalës me një makinë tip Audi të bardhë, që po e priste në parkingun e ndodhur pas spitalit. Altin Doci është një emër I njohur në botën e krimit dhe hetohet nga SPAK me disa akuza për vrasje dhe grup kriminal. Doci ndodhej në qelinë e burgut të Durrësit pas operacionit të prokurorisë së posaçme Plumbi Art. Ai u arrestua në vitin 2020, I akuzuar për vrasjen e vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhia më 27 prill në Durrës dhe për vrasjen e Dorian Shkozës dhe Angelo Avdis më 2 mars po në Durrës. Në prill të vitit 2024, gjykata e shpalli të pafajshëm, e megjithatë ai nuk u lirua nga burgu, pasi kundër tij ka akuza të tjera aktive nga SPAK për vepra të tjera penale.